O si t'ja bëj me burrin, ofendon shumë, gjykon shumë, mbani natë për arsye të vogla. Allah e bekoft martesën e juaj e përmirësoft këtë bashkëshort. Kjo sjellje është gabim prej tij. Sjellje është gabim. Nuk të këshilloj normal me ardhë me vendime të rana, sikur sa në shkurrëzime, por me diskutime mes vete, pse jo, edhe me ndërhym mes jush ndonjë i mençur edhe i urtë i familjes tuaj, apo dikush që burri e respekton, pastaj tu pa e tu ba. Nëse shet që s'ka alternativë, parimisht, nëse gruaja është shtet për muri dhe e shet që nuk po shkon jeta, parimisht e ka drejtë edhe më shkruarzu. Jemi kundër shkruarzimit, por themi edhe fjalën tjetër që kajherë muri nuk kthehet me kokë. Andaj nëse i ke provu gjitha alternativat edhe shet që s'ki, zgjidhja është mirë mi thonë, ose ki më përmirësu, mi ndru këto që bëm pengojnë, e që fetarisht janë vrejtje, se mundën mësë më konë vrejtje fetarisht. S'po të pëlqen ty veshje i burrit. Ajo s'është vrejtje fetarisht. Ti e ke ditë për shembull që ai ka çashtu veshjen, tash s'mundet ai për ty me rregullu ose hunën ose me shtramu ose me drejtu. Por nëse ka vrejtje, që përmend ti fetarisht që janë të arsyeshme, që s'duhet mi pas. Atëherë i thunë, ma bën Allah s'jam të mujtë kështu. Okej, ku marrëm fillim, ku mendu po pesho që s'ka alternativë për mu, ose të lutem, ose përmirësoj, ndryshoj, ose të ndahemi. Por normal këta nuk e jap si alternativën e parë, me kujdes, ama çdo gjë e ka edhe fundin e vet. Allahu përmirësoft këtë situatë.